Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, ka zgjedhur vendlindjen e tij Korçën për të festuar Krishtlindjen. Ai ka kryer edhe një vizitë në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës, ku është pritur nga mitropoliti, hirësia e tij Mzot Anastasi, ndërsa për mediat tha se në Korçë Krishtlindja festohet më bukur se kudo tjetër. Është kënaqësi e veçantë që të uroj të gjithë besimtarët ortodoksë, të gjithë shqiptarët, siç e kemi zakon, nga Korça, nga vendlindja ime, ku Krishtlindja në fakt festohet më bukur, do të thoja, se kudo tjetër, mbas edhe një pak me dozë lokalizmi, por me të vërtet Korça është një kryeqytet i Krishtlindjes, edhe më vjen shumë mirë që këtë vit është frekuentuar si gjithmonë, por gjithnjë edhe më tepër nga shqiptarë nga gjithë Shqipëria që gëzojnë me njëri tjetrin, edhe sidomos në këtë periudhë ka shumë nevojë gjithë shoqëria shqiptare për mesazhe si ato që sjell Krishtlindja, për paqe dhe vllazëri ndërmjet të gjithëve. Gëzuar Krishtlindje për gjithë shqiptarët. Peleshi thuaj se asnjë vit nuk ka munguar në Korçë në festa të rëndësishme fetare dhe jo vetëm.